Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Shigjetari. Do bëjmë një mesazh për ju dhe ajo është vdekja. Vdekja është rilindje, të dashur, që mos të kemi ndonjë keq kuptim. Rilindje. Tani do ju them fjalë për fjalë çfarë mendoj që duhet bërë dhe merreni seriozisht, të dashur shigjetar. Mjaft të përpoqe të mbash gjallë diçka që ka vdekur brenda teje. Një kapitull i jetës tënde ka mbaruar, edhe nëse ti ende nuk je gati ta pranosh. Më vjen keq. Në fakt, s'duhet ju vi juve, nga që një vdekur nuk ringjallet në kuptimin e një situate, një personi, një çfarëdo lloj gjëje ka mbaruar dhe ju jeni marrë peng me emocionalisht, mendërisht, ku di unë, fizikisht pa lëvizur në asnjë vend. Pra, ti si thash, dhe nëse ti ende nuk e ka të pranosh, por të vërtetën e dini ju vetë. Dhe kjo nuk është fundi, të dashur shigjetar. Në fakt është çlirimi për ju. Lere të vjetrën të vdes që ti të rilindësh e të plotësohesh. Ndalës së kapur pas asaj marrëdhënie, zakoni, mendimi, identiteti, ku di unë që nuk të përfaqëson më. Bëj një veprim konkret për t'i dhënë fund një cikli, largoj, shkruaj, fal ose mbyll një derë. Shi drejt së ardhmes si dikush që sapo është pastruar nga pluhri i së djeshmes. Mos u trëm nga fundi. Shqyr Zot që i kemi fundet, nga që dhe ishim në pavundësi të lumtur, që dhe ajo nuk është e shëndetshme, apo pafundësisht të zhgënjur. Pra, trembu nga mbajtja asaj që të shkatron nga dalë, si kjo që je duke mos dashur të pranosh. Vdekja në tarot, si që thash, do të thot jeta po të fton të rilindësh. E juaja është të pranoni. Forca dhe kurajo, të dashur shigjetar.